Kandidati për deputet i Partisë Socialiste Vullnet Sinaj zhvilloi një takim me banorët e fshatit Karbunar, ku foli për investimet e realizuara dhe projektet e ardhshme për zonën. Duke parë rrugën e Karbunarit, të Armenit, duke parë rrugën e Treblovës po asfaltohet. Duke parë njësi Norvranisht gjithë asfaltuar, Kropishtin. Ka lindur shpresa dhe ndihem shumë mirë tek të gjithë, po këtu në Karbunar jam shumë i gëzuar. Jam i gëzuar më shumë se sa ju, nuk e kuptoni. Sepse duhet kuptoni një njeri që i keni besuar votën, 2 mandate. Një njeri që i kishit sy të gjithë tek unë. Dhe jam shumë krenar dhe shumë i gëzuar sot që jo vetëm punova për të investuar në zonë, por punova edhe tek njerëzit. Sinaj theksoi se asnjë prej këtyre projekteve nuk do ishte realizuar pa bashkëpunimin mes deputetit, bashkisë dhe qeverisë. Ai kërkoi mbështetjen e qytetarëve për Partinë Socialiste dhe për numrin 5 në fletën e votimit për të garantuar zhvillimin e mëtejshëm të zonës. Sinaj tha se ka qëndruar pranë njerëzve edhe kur nuk e dinte se listat do të hapeshin dhe se besimi i tyre është forca më e madhe për të vazhduar punën. Pra kur i vjet punës njeriu që duhet, puna ecët. Kemi rënë dakord që rrugët janë problemi kryesor në Bashkinë e Selenicës. Asfaltimi i rrugëve është i domosdoshëm në Bashkinë e Selenicës. Kemi rënë dakord të shtohen mjetet e transportit për shtrimin e rrugëve. Ka shtuar mjetet në Ertili me atë bashki që kishte. Me atë buxhet që kishte tek bashki. Dhe është duke investuar 80% të buxhetit të bashkisë vetëm për rrugët. Është shumë e rëndësishme këtu në Karbunar dhe gjithandej të votohet Partia Socialiste dhe numri 5 Edi Rama.